Për të bërë një analizë edhe më të gjerë ndeshjeve të këtij botërori deri më tani, por jo vetëm edhe ato që na presin, surprizat e kësaj kupe të botës, do të kemi kënaqësinë që sot të kemi në një analizë me një kampion të Elbasanit, Labinotit atëherë, një bisedë online me legjendën Luan Deliu. Faleminderit shumë që gjetët kohën, zoti Deliu. Faleminderit edhe juve që më respektoni, që në këtë emision të jem dhe unë pjesë e një komenti me mundësit tona për botërorin e këtij viti. Si e keni parë këtë kupë bote, ndryshimi i formatit, 48 kombëtare prezente? Patjetër. Në shumë kombëtare nga ato shtete njipen. Mund të flasim për Argjentinë, Brazilin, apo Francën, apo Hollandën e Gjermaninë tjetër. Kurse disa kombëtare të tjera të cilët megjithëse po bëjnë një performancë shumë të bukur, siç është Maroku apo Egjipti, apo Bregu i Fildisht, por edhe ekipet e tjera që në pamje as nuk i kemi pas njohur, siç është Korçao me shok. Megjithëse ka bërë është një kampionat të cilët ka ekipe që argëtohen, siç është Korçao, të cilët edhe kur bën një gol, pavarësisht se pëson 7 gola nga Gjermania, ato gëzohen që bën një gol edhe japin një performancë vendit tyre, Argjentinës, Brazilit, Franca, me shok. Megjithëse dihet që këto ekipe me kualitetet që kanë, me lojtarët me cilësi të madhe që kanë, dhe jepshin një performancë tjetër. Për mua gënjimi më i madh është Turqia, e cila në 2 ndeshje ka 2 humbje, por edhe në performancën e tyre siç është Belgjika apo ndonjë ekip tjetër që priteshin më shumë. U duk se Spanja më në fund reagoi pas atij barazimi me ekipin e Gjelbër. Duket se Iberikët tani u rikthyen në identitet edhe shkatruan 4-0 Arabinë Saudite. Si e pat këtë ndeshjen? Po, Spanja dihet. Ka ekipe që ka momente, sepse futbolli para se të luhet në lojë, mendohet në trurin e lojtarëve dhe unë them që Spanja në ndeshjen e parë nuk arriti të gjente formën me atë mënyrën për të shënuar një gol. Kur ato ishin të gjithë gart aty përpara portës tyre. Kurse në ndeshjen e djeshme me Arabinë Saudite ato dishin që të interpretonin lojën e tyre. Lojë shpejtë me korridore dhe me pasime të shpejta. Kështu që në fillim lojtarët ato janë lojtarë me kualitet. Ato dihen lojtarë që luajnë, lojtarë që luajnë në evendimente të tjera të Europës. Kurse atë që ne pritshim e Belgjika, nuk e pritshim dot. Dje Belgjika më tepër ishte ekip shumë voluminoz, por pa një cilësi, për sidomos në përpara portës. Por ato çalun edhe në drejtimin e mbulimit. A e meriton kjo Belgjik për të kaluar grupet? Belgjika, atë që ne shikojmë me meriton, sepse edhe Belgjika ka shumë kualitet. Mua ajo që më bën përshtypje sot në këtë botëror janë disa elementë, disa lojtarë shumë rinj, të cilët skuadrat kanë një besim të jashtëzakonshëm dhe japin shumë dorë. Mund po më habit një talent i jashtëzakonshëm që ka Maroku, një 18 vjeçar i cili i gjithë Maroku i beson qarkullimin e topit, lojë për ta ndërtuar ky djalë i ri 18 vjeçar. Po ne shikojmë tek Spanja një lojtar mbrojtës siç është i Barcelonës, i cili 18 vjeç ai mban qendrën me lojtarët më të mirë që ka në historinë e modës si luajnë futboll, apo një lojtar i tillë por qendër mbrojtjes i Kroacisë. Më ka habit shumë ose më ka ngel në mendje portieri i Bregu Gjelbër, duket apo i diçka e tillë. Po, i ke Gjelbër Vozinja. As nuk njihesh në botë dhe megjithëse dha një performancë të një portieri thotë si ka 20 vjet që lun edhe një vjet bota. Po ka dhe ato lojtarë, të cilët megjithëse të mohanisin për moshën, siç është Messi. Por ka dhe ato lojtarë që kanë moshë madhe, të cilët ka ardhur koha tani e ti thon futbollit që kaq është. I tillë është Ronaldo, i tillë është edhe lojtari i Kroacisë. Luka Modrić. Modrić. Që këta janë për të heqë kapele, për ata që ka dhënë për futbollin janë të jashtëzakonshëm, por shikoj që Ronaldo përgjigj lojën e Portugalisë. Portugalia ka shumë elemente, ka shumë lojtarë cilësor, lojtarë që janë kampion të Europës, kanë për 2 vjet radhës, lojtarë që megjithëse luajnë në klube më të mira të Europës.
Por më duket se kur Ronaldo i pengon, sidomos në veprimet sulmuese, sepse kërkon të shënoj vetë, kërkon që t'i japin topat dhe humbet e gjithë fantazia e një grupi për një lojtar. Por gjithmonë futbolli ka një fillim, ka dhe një mbarim. Dhe lum ato futbollistë, ato lojtarë të cilët e kuptojnë moshën, kohën, kuptojnë aftësitë e tyre dhe bëjnë reagim. Mirë po, të mos marrësh në kombëtar Ronaldo, kupton që në Portugali do të revolucion, sa një trajner vjen në pozitë shumë të madhe. Ju rrug Modric dhe e kupton dërrimin e shkoi me gjithë kënaqësi e kapi trajnerin qafë. Por të ndrosh Ronaldo në që problem. Prandaj themi që janë ngjetra apo futbollistë. Ky edicion në fakt ka qenë edhe edicioni i surprizave në fakt, nga kepi i Gjelbër, Republika Demokratike e Kongos apo edhe Egjipti. Nëse flasim për ato ekipet Afrikës, zona Afrikës, për shembull siç është Egjipti, Maroku, janë ekipe që edhe kanë lojtarë që luajnë në Europë. Maroku ka shumë. I gjithë futbollistët e Marokut që janë përfaqësuese, janë lojtarë që luajnë në vende të ndryshme. Atje në Marok zhvillohet kampionati i Marokut. Kurse Egjipti ka prap lojtarë duke filluar lojtarë që luajnë me klubet në Angli, lojtarë që luajnë për klubet e Europës, të cilët megjithëse dhe ato po japin një performancë. Maroku pritet që të bëhet një surprizë, edhe për mua jo surprizë, por është megjithëse një ekip i jashtëzakonshëm. Ato janë kampionë të Afrikës në fuqi, ato kanë dhënë megjithëse ndeshje të jashtëzakonshme. Dhe ato në gjirin e tyre kanë lojtarë shumë të mëdhenj, të cilët interpretojnë ta përmenda një djalosh 18 vjeç, kur atij besohet e gjithë loja e Marokut në organizimin e vet. Dhe kjo është gjë e madhe. Ai besim kanë ka djalosh. Po, edhe ekipi i Gjelbër, edhe ajo megjithëse ju thash në fillim, ka ekipe të cilët po surprizojnë megjithëse opinionin botëror në futboll. Dhe ato japin maksimumin e tyre. Ato kanë një karakter që ato argëtohen, por në thelbin e tyre të argëtimit, ato kanë shtetin e vet. Ato kënaqen që emri i një shteti si Republika Demokratike e Kongos, se njohë apo Koraqao, që janë këto, dhe vinë ato kënaqen për atë performancë japin. Dhe kjo është gjë më e bukur e tyre. Ju ta thash, ato shënojnë një gol, kënaqen gjithë, shikosh njerëz në stadium që vinë edhe i shoqërojnë, ato kënaqen që bëjnë një gol, nuk pyesin ato se po ha 2-3 tjera, ato thjesht shënojnë një gol. E jo të marrësh një pikë, të marrësh kundër Spanjës, që është pretendenti kryesor për botrorin. A kupton, ata kanë një ëndër të tillë, kështu që ato e kanë kthyr botrorin, këto ekipet që ne duken të vogla, e kanë kthyr botrorin në një kampionat të jashtëzakonshëm, shumë të bukur, po japi një nxitje megjithëse të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është gjë më e bukur e futbollit. Nuk harroj një shprehje të Mesit që tha futbolli bashkon botën. Ashtu është. E ka bë botën unite për sa i përket interpretimit të futbollit, për sa i përket njerëzve, marrëdhënieve midis tyre. Ti shikosh stadium, janë gjithë njerëzit bashkë, ato japin të tjera performanca dhe kjo është gjë më e bukur e botrorit. Zoti Deliu, kë shihni si favoritën kryesore të këtij botrori? Unë si favorit kryesor paraqes disa ekipe, për shembull Francën, paraqes Spanjën, Argentinën. Argentina është një nga ekipet që me bindje e them që ka 80% lojtarëve, të cilët kanë luajtur para 4 vjetësh. Dhe ato e njohin shumë mirë lojën e njëri tjetrit. Ato e dinë çfarë bëjnë. Po të shikosh Argentinën me atë qetësinë e vet ose në mënyrën që ato veprojnë shumë shpejt, ato dinë çfarë bëjnë. Pra i që janë pretendime Brazili, Anglia dhe pjesë arrin të shënojnë të bëjnë ato gola. Kështu që janë pretendentë. Por projmë dhe disa ekipe tjera që i japin tonë, siç është Maroku, Egjipti, neve i anashkalojmë, siç është Japonia, të cilët megjithëse ka bërë një paraqitje shumë të mirë deri tani, që ato mund të jenë surpriza edhe ekipe tjera që mund tani kujtoj, që mund të surpriza penati dhe mund të japin pamje, të cilët neve do të çuditemi kur t'i shikojmë. Flasim pak edhe për ndeshjet që do të luhen sot. Janë takime shumë interesante. Argentina, Austria dhe Francë, Irak. Si Argentina, si Franca luajnë për të hedhur një hap në fazën tjetër. A do të ketë surpriza? Po, këto duken si të lehta, si për Argentinën ashtu edhe për Francën. Alli problemi është se nuk është çudi që Argentina sot që luajë me Austrinë,
se si mund dali apo Franca, e cila lu me Irani, me Irakun, Franca, edhe nuk është çudi që këto ekipe, duke ditë që luajnë përpara ekipeve të mëdha siç është Franca dhe Argentina, do krijojnë një performancë tjetër. Kështu që nuk është çudi që sonte këto neshët do të jenë shumë të bukura, sepse edhe kundërvania ndaj Argentinës apo Francës do të jetë shumë e madhe. Ju e përmendët pak më parë zoti Deliu edhe për magjinë e Leo Mesit, që duket sa më shumë vite të kalojnë klasi dhe spektakli i tij mbetet. Ke qartje që ky do të jetë botrori i fundit për të? Tash Leo Messi për mu si luan është një tjetër lojtar, një tjetër pamje. Leo Messi nuk është thjesht lojtar për vete. Leo Messi është lojtar për shokët. Leo Messi është frymari i Argentinës. Me atë që ne shikojmë në fush, thotë që ky është gjithmonë i pavdekshëm, ky do jetë gjithmonë ai lojtar që ne duhet të shikojmë edhe mas 4 vjetësh. Atëherë kur të bëhet 100 tori, që do luhet në Spanjë, Marok e në Portugali. Por Messi është lojtar që ti të furnizoj të tjerët, ti të organizoj të tjerët. Është ndryshe nga disa lojtarë. Pra Messi është një gjeni i futbollit për mua. Kështu që këtë genialitet të këtij lojtari, sepse të bësh 3 gola në moshën 39 vjeç, 24 me 24 i moshë 39 vjeç, nuk ka shë lehtë, lushë i botrorit të bësh 3 gola, e të barazosh një lojtar si Miroslav Klose me 16 gola, ton botror që perspektiva e tij është për ta kalu. Megjithatë, ne shikojmë sot që çfarë do jetë në gjendje të bëjë Messi. Megjithatë, unë them që Messi do jetë në gjendje të bëjë situata të bukura, të cilat ne na pëlqejnë, që neve na japin atë kënaqësi, atë frymëzim, atë që kur shikojmë një lojtar të një përmasë të tillë, megjithëse për t'u admiruar. Ju për kë bëni tifo këtë botror në mungesë të Italisë? Unë për sa i përket karakterit tim jam gjerman. Unë dhe si familje ime. Kemi qenë gjerman dhe jemi. Mendova se duke qenë milanist. Unë se përmena paka shumë sepse e din që edhe unë jam gjerman. E din dhe ato ambjente shoqëria ime e din. Megjithatë, unë shikoj që Gjermania është diçka tjetër. Nga ndeshje. Gjermania në ndeshjen që e radhës, megjithëmen tregoi një karakter, sidomos pjesën e dytë, që një karakter gjerman, atë që ka pasur gjithmonë. Pra nuk u ndal përpara një barazimi, përpara një humbje, por kërkoi ta fitonte dhe arrit ta fitojë neshën deri në fund. Dhe kjo është gjë më e mirë që ka pas Gjermania dhe ka kultivuar Gjermania. Kështu që unë shikoj që edhe kjo Gjermania, pavarësisht elementeve që ato mund të kenë, ato kanë grupin, kanë një kolektiv që është talenti më i madh, ato kanë grupin. Por unë nisim nga një thënie e Levit para 2-3 muajsh, të cilët u shpreh që Gjermania duhet të kultivoj karakterin e vet. Në qoftë se neve i përmbahemi futbollit në historinë e botroreve, në vitin 54 Gjermania nuk pritësh të ishte kampione e botës, por pritësh Hungaria me lojtar të madh siç kishte Pushkash, një grup lojtarësh që ishin megjithëse famoz të atë periudhë. Por në realitet doli Gjermania, sepse Gjermania tregoi një karakter tjetër, tregoi një grup tjetër, një shpirt tjetër. Dhe kjo ka qenë karakteri gjerman, të cilës shumë shtetet botës, siç ishte Brazili etj, doshin ta kultivoshin pra atë shpirt, atë karakter. Tani Levi thotë, ne po humbim identitetin, ne po humbim karakterin. Pra cili është karakteri i Gjermanisë? Shpirti. Po humbë shpirtin, ke humb çdo gjë. Sado talent kesh, sado grup bukur të kesh, sado lojtar famoz të kesh, humbet. Kështu që them që Gjermania po e kultivon këtë karakter, edhe do jetë një surprizë e botrore, dhe ajo. Legjenda Luan Deliu, unë të falenderoj shumë për këtë analizë që ndave me ne, edhe uroj vetëm lajme të mira për ju dhe një botror sa më i bukur, me ndeshje spektakolare, gola, emocione. Faleminderit Dea, rrofsh edhe ti, edhe stacioni juaj, të cilët na jep mundësi dhe neve të shprehim ato mendime që kemi. Faleminderit. Faleminderit shumë.